Çka po ndodh në detin Kaspik, nuk kishmi parë diçka të tillë më herët. Goditën 2 anije. Deti Kaspik është një det i rëndësishëm. Do na japi një hartë nga regjia çka shkojnë bashkë. Bashkon dhe ndan Tajikistanin, Kazakistanin, Iranin, Azerbajxhanin dhe Rusin. Është deti nga ku lind korridori TAP që kalon edhe në Shqipëri. Edhe është deti që furnizon me energji alternative një pjesë të Evropës që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë. Sigurisht që nëpërmjet detit Kaspik Irani furnizohet me armatime apo dhe me produkte të tjera nga Rusia, kështu që duke qenë që ka një luftë e hapur Rusi-Ukrainë dhe duke qenë që Irani ka vijuar pajisjen dhe ndihmën e Rusisë me dronë Shahed dhe me armatime tjera Rusin, për Ukrainën edhe Teherani është një objektiv ushtarak që do të thotë kemi një zgjerim të konfliktit. Duke patur parasysh që në këtë territor ndodhet edhe Dagestani edhe Çeçenia, janë 2 territore që kanë prodhuar shumë ushtarë kundër Ukrainës, duke patur parasysh që Rusia lidhet me det me Teheranin dhe Azerbajxhani i vogël ndodhet tu për shumë i rëndësishëm. Dhe këtu pastaj është Kazakistani që është një aleat i madh i Rusisë, edhe Tagjikistani, Turkmenistani që është një vend i mbyllur dhe që është Tagjikistani është në këtë pjesën po Tagjikistani është poshtë. Më lart atje. Tash Turkmenistani. Kështu është Afganistani dhe Pakistani 2. Kemi një zgjerim të konfliktit me shpresën që të jetë rast izoluar, sepse nëse nuk është rast izoluar, do të kemi një zgjerim të më të thjeshtë të konfliktit, por mos harrojmë një gjë. Një konflikt jo të drejt për drejt, po indirekt mes Iranit dhe Ukrainës, e kemi parë në Siri javët e para se të binte Asadi dhe pastaj që era Asadi, pasi Ukraina kishte stërvitur, pajisur me teknologji ushtarake dhe me armatime një pjesë të atyre që sot qeverisin Sirinë dhe që ishin anti-Iran. Opozita atëhershme pra në Idlib. Kështu që nuk është hera e parë, po kjo është hera e parë që kjo gjë ndodh pikërisht në detin Kaspik, që është një det shumë i rëndësishëm për energjinë europiane sot dhe është një vend kyç strategjik për Azinë. Ulla, mendon se sulmi ndaj këtyre 2 anijeve ishte goditje kundër logjistike ushtarake të Rusisë, siç pretendon